U bëra më kurioze pasi lexova Biblen. Pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Perëndia është vetëm një, Ati. Atëherë, pse Bibla thot, ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë? Ne në Zanafill i referohet Trinis, Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë. Studiuesit e Biblës arrijnë në këtë përfundim. Megjithatë, pohimi i tyre se ne në Zanafill tregon 3 persona të Perëndisë, Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë, tregon mos përkuptimin e tyre për Trinin, një të vërtet themelore të krishtërimit. Le të mendojmë për një monodram ku një aktor luan 3 role, një baba, një djalë dhe një doktor. Si një monodram ku një aktor luan 3 role. Perëndia atë luajti rolin e një babai me emrin Jehovaj në epokën e Atit, dhe rolin e një biri me emrin e Jezusi në epokën e Birit, dhe rolin e Frymës së Shenjtë në epokën e Frymës së Shenjtë. Megjithse Perëndia u shfaq në çdo epokë me një emër të ndryshëm dhe një pamje të ndryshme, ai është vetëm një Perëndi, Ati. Perëndia atë, Perëndia Biri dhe Perëndia Fryma e Shenjtë janë një Perëndi, Ati. Kjo është trinia, një e vërtet themelore e krishtërimit. Atëherë, pse Perëndia atë, i cili është vetëm një, tha ne? Sa Perëndi ka? Pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës së vet, sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Ai krijoi mashkullin e femrën. Sipas Biblës, burri dhe gruaja u krijuan në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Ekzistenca e njeriut dëshmon ekzistencën e Perëndin Atit. Atëherë, po për gruan që u krijuan në shëmbëlltyrën e Perëndisë, ajo dëshmon se Perëndia nën ekziston. Ne nuk kemi vetëm Perëndin atë që është shëmbëlltyra mashkullore, por edhe Perëndin nën që është shëmbëlltyra femërore. Megjithatë, nuk ka asnjë kish që beson në Perëndin nën. Edhe pse Bibla dëshmon për ekzistencën e Perëndisë nën, pse nuk ka një kish që beson në Perëndin nën? E vërteta është gjithmonë pranë. Perëndia nën, që në fillim krijoi qiejt dhe tokën për krah Perëndisë Atit, u shfaq në mish në epokën e Frymës së Shenjtë dhe po jep jetë të përjetshme, sipas profecisë së Biblës.